Përshëndetje të nderuar miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Po ritakohemi në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush çfarë do të ndodh sonte në Big Brother VIP Albania. Pritet të jetë një natë shumë e zjarrt, kemi patur shumë dinamika, kemi patur shumë diskutime brenda, përflitet për hyrje të reja brenda shtëpisë, por përflitet edhe për një surprizë shumë interesante dhe më pas, do të presim se kush do të jetë banori i cili do të largohet nga shtëpia nga nominimi i cili është hapur. Është hapur një nominim shumë interesant, një nominim që dyshohet dhe shumë afër për ta lënë shtëpinë është Angelo. Angelo nuk është një banor që në fakt mundi të vepron brenda shtëpisë, për mendimin tim. Është një banor që është më i zëshmi nga të gjithë banorët e tjerë. Nëse do të themi që Greta do të lërë shtëpinë, mua më duket e pakapshme, sepse Greta është banorja e cila është kunata e Selinës dhe gjithmonë publiku do t'i shikojë këto tre këndçet. Tre këndçet në Big Brother kanë qenë gjithmonë të famshëm, gjithmonë të komentueshëm, gjithmonë të pranueshëm nga ana e publikut, kanë qenë gjithmonë pranë nesh. Dhe pikërisht ky tre këndësh nuk ma merr mendja që do të ketë një përçarje, do të ketë një ndarje apo do të ketë një thyerje në këtë mes. Nga ky tre këndçi që më i rrezikuari është Angelo. Angelo është banori që sonte me patjetër do të lërë shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse e shoh që Angelo ka filluar pak të bëj dinamika, ka filluar pak t'i afrohet Lores, dëshiron ndoshta të krijojë një ambient brenda asaj shtëpie, por siç duket është shumë vonë për t'i krijuar këto gjërat dhe Angelo po përballet me realitetin e tij, që realiteti është që sonte fatkeqësisht do largohet nga shtëpia me logjikën që un kam përdorur. Më pas, do të vijojnë diskutime, do të vijojnë dinamikat që kanë ndodhur në shtëpi, është Kristi i përfshirë në të gjithë shtëpinë, është Kristi brenda kësaj shtëpie, kemi patur një zarf të zi i cili ka ardhur nga thyerje që ka bërë Casey. Po pa kaluar te Casey, dua pak të flas për Kristin. Kristi po bën një rol shumë të rëndësishëm. Më duhet ta them, të gjitha debatet, të gjitha diskutimet lindin nga Kristi. Kristi provokon Erik Lloshin, Kristi provokon Mirin, Kristi provokon Caseyn, Kristi provokon Brikenën, Kristi provokon Selinën. Është Kristi i gjithëpërfshirës. Le të themi është banori që në fakt është pol i kundërt i vetëm në shtëpi. Le ta themi që e ka të gjithë shtëpinë kundër. Me Kristin të gjithë e kanë luftën dhe cili banor favorizohet, Kristi duket që është një strateg dhe i ka ndjekur mirë këto gjëra, ka ndjekur mirë këtë rrugtimin, e ka kuptuar cili banor favorizohet, cilin banor e do më së shumti publiku, cilin banor e duar troket më së shumti publiku, dhe në këtë mes, nga gjërat që ndodhin, Kristi është banori më i favorizuar për faktin sepse po e bën dinamikën në shtëpi. Sonte do del kjo video ku patjetër Kristi duhet të përballet me të gjithë. Ka patur kërcënime të forta edhe nga Eriku, edhe pse Kristi ka një provokim shumë të keq. I provokon fiks aty ku ta dhëm dhe nuk e di se sa lojë e bukur është kjo. Realisht është edhe një lojë e parë nga Big Brother atë më hershëm dhe nuk më duket njerëzore të provokosh njeriu aty ku dhëm, por në Big Brother janë brenda në lojë dhe normalisht këtu vihet në diskutim provokimi, nervoza, sa mund ta mbajnë këtë nervoz dhe sa mund të jenë, produktiv brenda shtëpisë. Janë disa, diskutime që janë krijuar dhe mbi të gjitha, më pas, do të vijojmë tek ngjarja tjetër që ka ndodhur brenda shtëpisë, trekëndshi i shumë përfolur, Casey, Stelina dhe Ina. Ndonjëherë nuk duhet të bëjmë gjëra të mëdha për të marrur vëmendjen apo nuk duhet të rrisim zërin për të qenë në qendër të vëmendjes apo të diskutueshëm, por thjesht duhet të bëjmë lëvizje të vogla, lëvizje që në fakt i bën Ina.
Po ta shohim me detaje problemin, Ina për shembull nuk është një banore e cila e ngrit zërin, grindet nëpër shtëpi, jo. Është një banore e qetë, është një banore e thjeshtë që me qetësinë e saj, me butësinë e saj, po i merr vëmendjen Caseyt. Dhe kjo vëmendje tani ka filluar të bëhet shumë e dukshme. Casey është gjithmonë pranë saj në momentet kur ajo ndihet keq etj, që do të thënë, këtu kemi një trekëndësh që njëra vajzë që është Stelina, e cila e dashuron Kesin, e cila mundohet që t'i shmanget Kesit, e cila mundohet që t'i hiqet Kesit, nuk mund ta bën se e don me zemër dhe këtu do me thënë në këtë mes po humb Stelina. Tani do me thënë kemi një kolaps gjërash, kemi një kolaps emocionesh edhe ndjenjash, që sonte do të përflite në Prime dhe sonte do të diskutohen në Prime. Dhe më pas mendoj që vëmendjen sonte do ta merr Miri dhe Selina, dyshja interesante që kanë ndërtuar diçka, por nuk i kanë vënë emër. Dhe në anën tjetër, Miri flet hapurazi brenda shtëpisë për ndjesinë që ka për Selin, do me thënë të pozicionuar një natë në shtrat, Miri jepte komplimente, t'jepte relatat më të bukura për Selinën, që Selina është një vajzë shumë dimensionale, është shumë e ëmbël, është shumë e bukur, është një vajzë që është gjynaf të jetë pjesë e Big Brotherit etj, do me thënë duke e vlerësuar masovikisht, dhe kjo në fakt tregon dashurinë, se një mashkull, një femër e vlerëson në momentin kur e don. Kjo tregon dashurinë e madhe që ka Miri për Stelinën, dashurinë ndoshta edhe për lojë, jo shpirtërore, sepse po të ndodhte jashtë edhe mund ta kishte, por ç'rëndësi ka, do me thënë mund ta dashuron, sepse Miri është në një moshë që ndoshta nuk e ka përjetuar me gruan gjermane që ka dashurinë e vërtet, dashurinë e sinqertë, dhe këto emocione po i shpalos në afrimitetin që ai po krijon në këtë mes me Selin. Do me thënë ato po gjejnë njëri tjetrin në veten e tyre, se edhe Selin që nuk largohet nga Miri pas të gjitha gjërave që janë thënë, do me thënë ka këtu një mes, ka një sekret. Do me thënë ka shumë gjëra, ka shumë dinamika, ka shumë diskutime, do të kemi fatin që të shohim gjithçka rreth Big Brother, gjithçka rreth gjërave që kanë ndodhur, është një natë shumë e zjarrt, një natë në fakt që premton shumë emocione, një natë që premton shumë realitete dhe këto të vërteta, këto ndjesi do t'i shohim sonte. Do të thënë do të kemi përballje të çmendura, sidomos përballje nga të gjithë banorët kundër drejt Kristit. Do të thënë të gjithë të përballur tek Kristi, të gjithë në fokus tek Kristi, se çfarë Kristi bën, se si Kristi vepron dhe çfarë lëvizje Kristi jep nëpër shtëpi. Do të thënë do t'i kemi sonte, t'i përjetojmë të gjitha këto emocione në Big Brother VIP Albania, ku do të kemi fatin edhe ta shijojmë këtë edicion kaq të bukur. Le të presim se çfarë të ndodh, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe për videot e radhës, për të komentuar në fakt se çfarë pritet edhe më shumë brenda kësaj shtëpie. Ne do të jemi këtu për ju. Jepni mendimin tuaj, shkruani në koment si ju duken këto aleanca që në fakt janë krijuar brenda kësaj shtëpie.